Edi dhe bija teje të afruar, kjo e fundit I dhuron puthje pa fund. Bia Khalifa dhe Edi Kuqi janë par kohët e fundit jashtëzakonisht të afërt me njëri tjetrin, duke ngjallur kurreshtje dhe diskutime të shumta. Afrimiteti mes tyre është vërejtur edhe gjatë ditës së sotme, ku dyshja ka kaluar disa momente së bashku, duke mos e fshehur rehatin dhe afërsinë që ndajnë. Në disa nga këto momente, Bia u pa e ulur në prehrin e Edit, teksa I dhuronte puthje të vazhdueshme në kokë dhe në qafë, gjeste që nuk kaluan pa u vënë re nga të pranishmi. Pavarësisht afrimiteti, ende nuk ka një konfirmim zyrtar mbi natyrën e raportit që ata kanë. Kjo situatë vjen menjëherë pasi Edi dhe Dolce I dhan fund raportit të tyre, për shkak të pakënaqësive nga të dyja palët, ndërsa gjatë diskutimeve ata akuzuan njëri tjetrin për distancim dhe mungesë komunikimi. Mbetet për t'u parë në ditët në vijim nëse Bia dhe Edi do ta konfirmojnë ose sqarojnë raportin e tyre. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.